Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk shkoj për gjestin, zbulohet arsyeja e vizitës së Eglit në Prishtinë. Egli ngjalli reagimet ditë më parë me një fotografi nga Prishtina. Në imazhin e publikuar ajo shihet e vetme në sediljen e shoferit pa dhënë asnjë informacion shtesë. Kjo ka lënë hapësirë për interpretime dhe shumë pikpyetje nga ndjekësit e saj. Spekulimet nisën menjëherë veçanërisht rreth gjestit, ish partnerit të saj, me të cilin kishte një lidhje të komentuar gjatë pjesëmarrjes në Big. Por tashmë me sa duket është zbuluar arsyeja e vërtetë e saj në Prishtinë. Sipas burimeve, Egli ka qëndruar për 3 ditë në kryeqytet dhe është larguar në mesditën e ditëlindjes së gjestit për në Tiranë. Gjatë qëndrimit, ajo ka qenë e shoqëruar nga një mike dhe ka fjetur në një prej hoteleve të qytetit. Burimet theksojnë se qëllimi i vizitës ishin angazhimet e saj profesionale. Egli është duke punuar për projekte të reja muzikore në studio dhe ka zgjedhur artisten Fifi si bashkëpunëtore në këto projekte. Një nga këngët e reja të Eglit pritet jetë pikërisht në bashkëpunim me Fifin.